30 maj. Ngriuni për vendin tuaj. Rasti më i mirë është bisht Poros Vërneci, ku vajza tralala e Trumpit dhe sionisti Kushner janë përfshirë në një investim të dyshim, ku natyrisht kur duken janë oligarkët e Ramës që marrin pjesë në Luanit, pronar tokash me shpronësimet paligjshme, me procese gjyqësore, me mbivendosje, dhe çdo gjë nis nga Aruba. Aruba është një ishull holandez. Në Aruba janë takuar dikur përfaqësuesit e mafjes shqiptare, por që natyrisht ka pas përfaqësues dhe qeveria. Hetimet kanë qenë të mëdha. Nuk e kuptoj s'pak. Problemi mund ta shikosh në dy anë. Kërkojnë të vinë investime serioze në Shqipëri, angazhohen si sekser familjarët mediokër të zotit Trump, si mbules për investime që thuhet deri në $4 miliard për 20 vjet, që i bie rreth $300-400 milion në vit. Thuhet se do të rritet GDP-ja 3.5%, asnjë se argumenton, por në qoftë se ka procese gjyqësore, mbi vendosje, në qoftë se ti në pjesë të Shqipërisë hecëm sipas ligjit 7501 dhe në pjesë tjera me ata që ti quan dhe mbavaden nuk ka kuptim, sepse duhet pranojnë ligjet që janë në fuqi. Askujt nga ne nuk i ke kthyer pronat reale të familjarëve tanë kudo, sepse ke vendosur 7501, skandaloze ishte. Do unë jam që pronat shkojnë te pronari vërtet. Problemi është që në det 200-300 metra dhe në kot zogut nuk ka pasur pronar. Nuk mund vendosësh ti tela me gjemba. Dhe ajo polici private është fytyra e policisë private të Ramës që vjen zgjedhje. Se Rama asgjë nuk e falas. Këtu quhet tit for tot. Në qoftë se i ka bërë një lëshim Jovankës Gjaredit, ja ke bërë që të tolerojmë në falë qëndrimin të në pushtet. Korupcion. Plus që kompania që ndërton është regjistruar offshore në Holland, aksionerët nuk duhen, media dalë që janë rus, ka bulgar, të nuk dihet kush janë këta 5 oligarkët shqiptar, të cilët nuk mund t'i gjesh me emra, sepse ligji e ka që nëse ke në 25% aksioneve, se zbulon dot. Por ata duken tek ajo foto se si u tallën me Jovankën, Ivankën, që e morën zvarr deri te zyra e kryeministrit për ta përdorur si kupol. Dhe kjo është një barë mbi zotin Trump. Do ta shqyejnë demokratët nëse marrin senatën e kongresin, hetimet kanë filluar, se nuk është vetëm rasti këtu. Fëmijët e tij të përkthyer kanë filluar të vjedhin në Indonezi, e kapur me mikrofon, me kamerë. Në Vietnam, $2 miliard rizorte, kjo është e turpshme. Qoftë vajza Karl Marxit, Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, komende më fantastik. Unë besoj se shqiptarët i kanë edhe ndërtues, edhe investues, vetëm diaspora shqiptare që është kudo në botë. Po thëni dhe me aksione për të investuar, do të bësh një gjella paralore. Por Rama është i lidhur me krimin. Aruba është fytyra e tij. Nuk ka rëndësi kush i organizon protestuesit. Mund të jenë antikapitalist, anarkist kundra investimeve. Por tela me gjëmba, të mos lejosh askënd të dalë te bregu i detit, se vinkër ka vajza e Trumpit, who fucking cares? Synojmë tym në Bashkimin Evropian dhe bisht Poro nxjerr zbuluar sistemin drejtësisë, ish kryetari i gjykatës së apelit pronar i madh, mbi vendosjen, shpronësimet pa logjik, më gjeni një vend në botë, ku kryeministri
jep leje për rizorte në Katunde. A mund të jap Donald Trump këtu në një fshat poshtë në Florida, Meloni në Siçili, apo Putini dhe i Koreas Veriut, po. As Erdogani nuk do të guxonte ta bënte këtë. Pra i parlamenti ndyrë i ka dhënë të drejtën që të tallen në këtë mënyrë. Me këtë logjik, Shqipëria po ora thot 14 milion turistë. Në qoftë se ky rezort do të krijon ka 10.000 vende pune, si thonë. Bujësia të net thuajse nuk punon. Pra do të importohet nga jashtë ushqimet, do të rritet deficiti tregtar. Ikni shikoni rezortet në Turqi. Keni shkuar fillim se keni pas dashur të hanit falas një javë. Janë 3-4 ferma nga pas që mbështesin resort. Ajo që ndodhin në palas, jo vetëm që është e shumtuar. Dhe kjo po bëhet në thonjë se goleminizimi i Shqipërisë, por me risorte për vetëm për të huaj. Natyrisht që me pronën janë tallur që në fillim imagjinoni si ndjen ata tiranësit të ndershëm kur nuk pati qenë mace pa usulur, pra e ka fshuar, pa ja marrë pronët. I kanë shitur nga 3-4 herë. Në qoftë se nuk vendoset themeli pronës, nuk i gëzon kush, e mbani më në Kakomen, si u përgjagën ata. Edhe në Karaburun, donin të ndërtonin mullim me erë, me thonjë u ngritën banorët edukatit. Sepse dihet që janë pronët fshatit tyre. Pronat e Bregdetit ju takojnë bregdetasve që kanë jetuar me shekuj. Qeveria lokale nuk ka punë kryeministri, mund të vendos kodet, ndërtesat, sa duhet të jenë, por nuk mund të bësh një burg me tel me gjëmat të mos lejosh shqiptarin të shkojë tek deti i tij. Zvërneci është një ishull shumë i bukur. Duhet të ketë mburoje dhe aty në nartë nuk po flasin janë zonat mbrojtura. Ishte edhe ambasadorja Shaliash që erdhi nga Athina. Kërkon të ndërtoj edhe Otece. Duan ta kthejnë Shqipërinë hedhje mbeturinësh. Natyrisht kur në Surrel drejtoni një mbeturinë, nuk kthesë çfarë pret. Ambasada amerikane duhet flasë, po hidhet balt ndaj familjes Trump. Duhet sqarojnë. Dhe mos u habisni që shumë shpejt do të fillojnë sulmet e të majtës këtu, sepse fëmijët e llastuar kudo shkatrojnë prindërit e tyre që janë pozit. Jo vetëm në Lituani apo në Nigeri, por edhe në Amerikë. Dhe kjo është një barë. Megjithatë, askush nuk na jep dokumentat pra në parlament, opozita ka detyrim moral të kërkojë transparencë. Aruba është Chelsea. Spaku vazhdon të flet. Në qoftë se ka procese gjyqësor, i çmenduri i smuri i Surrelit duhet të anulloj lejen. Po i duket ta bëj. A ndanove lejen tek ambasada franceze ku kishte dhënë leje për 47 kate pallat kull përballë ambasadës amerikane. Doli një grek që pretendonte që ishte pronar. Vendim gjykate dhe ti e pezulluar. Fillon nga pezullimin në pisht porës Vërnec. Bëj transparencë. Qoftë vajza Karl Marxit, apo edhe Neymarit, do jo e Trumpit, nuk mund të tallet me sovranitetin, krenarin, dignitet në shqiptar. Ky vazhdo në shtonë, tek barra e përgjegjësisë që ketë përpara shqiptar. Do të zhduke, sepse e meriton. Dhe unë them çdo emision ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Faleminderit. Bana King,
Shqipëri. Janë specializuar enkas për nevojat e këtyre moshave. Ne ofrojmë transport komod, ushqime një dietë të balancuar, si dhe ushtrime fizike të përditshme. Gjithashtu, zhvillojmë terapi fizike apo psikologjike për persona të cilët kanë nevojë. Pjesëtarët e kësaj qendre i përkasin më së shumti komunitetit shqiptar, kështu që koordinimi me njëri tjetrin apo lor Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri. Kudo në Shqipëri.